Qeveria në detyrë e Republikës së Kosovës ka zhvilluar mbrëmjen e së hënës mbledhjen e saj të 22 në format elektronik, gjatë së cilës ka miratuar një sër vendimesh me ndikim në sektorin e shëndetësisë, si dhe në fushën e teknologjisë dhe inovacionit. Vendimi më i rëndësishëm i kësaj mbledhjeje lidhet me themelimin e fondit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor të Republikës së Kosovës, një institucion i parapar në kuadër të reformave të sistemit shëndetësor, i cili synon të krijojë bazën për financimin dhe administrimin e skemës së sigurimeve shëndetësore në vend. Sipas njoftimit të ekzekutivit, fondi do të shërbejë si një mekanizëm kyç për menaxhimin e burimeve financiare të destinuara për ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe duke synuar rritjen e efikasitetit dhe qëndrueshmërisë së sistemit publik të kujdesit shëndetësor. Në të njëjtën mbledhje, qeveria ka aprovuar edhe kërkesën e Ministrisë së Shëndetësisë për ndarjen e 400.000 eurove, mjetet të cilat do të përdoren për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit me trupat dhe mekanizmat përkatës të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kjo mbështetje financiare konsiderohet pjesë e angazhimeve institucionale në kuadër të projekteve dhe obligimeve ndërkombëtare në sektorin e shëndetësisë. Përveç investimeve në këtë sektor, ekzekutivi ka miratuar edhe ndarjen e 153.000 eurove për mbështetjen e 3 aktiviteteve kryesore në kuadër të iniciativës Oktober Tech. Oktober Tech është një platformë e njohur e cila bashkon ngjarjet më të rëndësishme të teknologjisë, inovacionit dhe sipërmarrjes në Kosovë. Përmes kësaj mbështetjeje financiare, synohet promovimi i ekosistemit teknologjik, nxitje inovacionit dhe krijimi mundësive të reja për bashkëpunim nëpërmjet kompanive, profesionistëve dhe institucioneve të sektorit digital. Vendimet janë marrë në kuadër të procedurave të mbledhjes elektronike të qeverisë në detyrë, ndërsa institucionet përgjegjëse pritet të publikojnë në ditët në vijim më shumë detaje lidhur me implementimin, afatet dhe efektet e tyre konkrete në sektor të përkatës.